Mirëdita të gjithëve. Çfarë po ndodh në New York? Nuk e di, keni parë lajmet apo jo, por kryebashkiaku i sapo zgjedhur, pra kryebashkiaku i ri, që tani kanë filluar problemet. Kryebashkiaku i ri është parë në një foto duke bërë shqiponjën dy krenare me disa shqiptarë dhe kjo foto është bërë virale, jo vetëm për opinionin publik shqiptar, por edhe atë botëror. Por unë do t'ju tregoj disa gjëra që ja vlen për t'i diskutuar, sepse nuk është vetëm problemet që ai ka tani, por si do të ndodh dhe çfarë do të ndodh në New York ditët në vijim. Ndiqni me kujdes. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nëse nuk e ka bërë, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Kryebashkiaku i ri, Zohran Mamdani, sapo është zgjedhur. Ai ka lindur në Uganda, por është rritur në Queens, pra New Yorkut, dhe nga prindër indian dhe afrikan. Dhe ai, ç'është e vërteta, është mbështetur nga të gjithë emigrantët. Pra bëri zgjedhjen që nuk e kishte bërë askush deri tani. Pra ai u shfaq ose kërkoi kandidaturën që duke u mbështetur nga emigrantët. Duhet të dini që gjithë Amerika janë emigrantë, që në 1400-ën kur u pushtua le të themi Amerika. Por New Yorku është një nga qytetet që ka më shumë miliarder. Pra aty le të themi që gjendet shtresa e ulët fare dhe shtresa e lartë fare. Pra janë dy ekstremitetet. Dhe nga kush është mbështetur Mamdani? Sepse të fitosh në New York me 54% si fitoi ai është tepër e vështirë. Duhet të dini që 54% që fitoi Mamdani e fitoi kundër guvernatorit, një guvernator që kishte jo vetëm mbështetje ekonomike, financiare, shoqërore etj, por një guvernator është tepër i lartë në post. Për më tepër është mbështetur nga Donald Trumpi. Madje Donald Trumpi e tha publikisht që në qoftë se do fitoj Mamdani, tha, unë do bëj ç'është e mundur dhe nuk do t'japi edhe fondet të rezerva federale për New Yorkun. Atëherë lind pyetja, kush e investoi Mamdanin që të mund të fitonte, sepse të bësh një fushat ke nevojë për para të madhe, apo jo. Dhe tani dalin disa foto, sapo kanë dalë fotot, duke sikur e kanë bërë të qëllimshme që ta nxjerrin tani. Ai është parë në disa foto e gjeni këtë me djalin e Sorosit, pra me Aleksin. Është parë me fjalë ka bërë foto vetëm me këtë, por edhe me investitorë të tjerë, që sipas gjasave, sipas disa ekonomistëve, Mamdani është mbështetur jo vetëm nga Soros Foundation, por edhe nga disa kompani të tjera e qëllimshme që të mund të ketë një forcë ekonomike dhe edhe pushtetare në New York, sepse nëse ke nën kontroll New Yorkun, ke nën kontroll çdo gjë. Po nuk mbaron këtu. Sepse Mamdani ka bërë një program, dhe programin që ai ka bërë pikërisht me emigracionin. Pra duke u bazuar në emigracion, sepse janë ata që mbështeten, sepse ti nëse bën një fushat, ti je i detyruar që të prezantosh një program, dhe programin ai që ka bërë, unë e lexova 6 mase mirë të gjithën historinë e tij dhe në këtë rast, dhe dëgjoni se çfarë programesh ka ai. Njëri nga këto është për shembull që t'i bëj këto mjetet lëvizse në New York, t'i bëj falas. Po ai dini se çfarë ndodh. Ata që tani kanë probleme, nëse patët para ca kohësh kemi bërë një video ku qeveria amerikane vendosi një pezullim të këtyre fondeve, sepse nuk ka më fonde, nuk ka më, kanë mbaruar. Si do ta shtyn përpara nëse nuk ke fonde, sepse nëse ti nuk ke rezerva, nëse ndodh diçka, si do ta bësh ti, si do t'japësh popullit për të ngrënë. Pra, në qoftë se ky ka mbritur deri këtu dhe pra Mamdani mori mandatin dhe këtë mandat ai duhet që ta zbatoj. Si do ta zbatoj ai nëse nuk merr nuk mbledh të ardhura. Në këtë rast të mjeteve lëvizse, pra të trafikut në New York, të autobusave apo ku ta di unë. Apo të trenave, nga do t'i marri të ardhurat, sepse kjo është një fet e madhe, një copë e madhe që e mban vendin. Ai e tha publikisht nëse pat në një
në një intervistë, pasi fitoi, e tha publikisht Donald Trump, tha, më dëgjoj me kujdes, tha, kam 2 fjalë për të thënë. New Yorku, tha, është themeluar nga emigrantët. Mbahet nga emigrantët dhe tani, tha, nga sot e tutje do të udhëhiqet nga një emigrant që kishte fjalën për veten e tij. Okej, dakord. Ti shkon 34 vjeç dhe kërcënon një figurë kaq të madhe, ku në radhë të parë njerë është një figurë jo vetëm politike, por ekonomike që kur ishte 17 vjeç, Donald Trump bën këtë punë. Pra të ekonomisë, dhe nuk ai e di shumë mirë se si lëviz në mënyrë ekonomike po flas, dhe u bë dhe president. Bile është i vetmi president që merr vetëm $1, sepse nuk i intereson fare. Ai ka, nëse pa bëri valutën e tij, në kripto, dhe menjëherë bëri 13 miliardë brenda një dite. Pra lëvizjet që ai bën janë jo vetëm të zgjuara, por ka dhe forcën, sepse është president tani, përveç se ka edhe njohje. Pra, ky Mamdani që është 34 vjeç, që është mbështetur nga shoqata të ndryshme në ekonomi, ky nuk di as se si, pse u zgjodh dhe çfarë do të bëj. Edhe pse e kuptova që është djalë i zgjuar, por një sekond, dhe tani do t'ju them. Në qoftë se ai nuk do ta zbatoj këtë, sepse nëse ai do të zbatoj këtë program që ka shumë probleme ai programi i tij, dhe unë jam i bindur që ai nuk e zbaton dot këtë program, dhe ai dorëzohet. Dorëzohet shumë shpejt, do ta mbani mend këtë. Ose do të ndodhin probleme të mëdha në New York, sepse nëse ai është mbështetur ekonomikisht nga shoqata të forta që janë kundër Trumpit dhe për të patur një pushtet të fortë, jo vetëm në New York, por edhe brenda politikës, ata do luftojnë. Pra do luftojnë në fshehtësi ose dhe haptazi. Dhe aty do krijohen probleme. Do krijohen probleme sepse do bën rivolta. Dhe nëse bëhet revoltë, sepse nëse ti ngrihesh kundër një sistemi, që sistemi ka vendosur, sepse sistemi, për shembull në këtë rast, ka vendosur që, sepse ti e kërkove, të zgjidheshe kryetar bashkie. Mirë po ti, nëse nuk i zbaton atë program, do krijohen probleme, do të heqin nga ty. Dhe nëse ti nuk do që të dalësh nga ty, atëre krijohen trazira. Pra, unë shpresoj mos të ketë trazira, sepse Amerika, për ata që nuk e din, kanë armë që të gjithë. Dhe nëse bëhet trazira me vogël, ka shfarosje të madhe. Sinqerisht po e them këtë. Pra, si do ta shty programin, si do ta bëj programin Mamdani? Çfarë do bëj me këtë program? Ka 2 rrugë. Dhe të dyja rrugët janë të gabuara. 1. Programi që ka përgatitur është komplet gabim, sepse është bazuar pikërisht pra në emigracion. Dhe tjetra, ai që sot, nëse e pat, sot doli haptazi dhe kërkon ndihma ekonomike. Nuk e di e pat apo jo, pash video, 2-3 video të tij, që sot ai ka filluar që të kërkojë ndihma ekonomike. Po ti tani dje u zgjodhe, si të kërkon sot ndihma ekonomike? Pra, kjo do të thotë që ai ato para që kanë investuar për t'i dhënë që të bënte fushatën, kanë qenë shumë pak. Dhe ai përgatiti një program që dikush ja kishte përgatitur, nuk është i tij programi, sepse po ta kishte menduar mirë, edhe unë që nuk jam politikan, mund të them vetëm këtë. Çfarë do të, për shembull, duhet të dini që më kanë kërkuar disa herë që të jem në politikë. Dhe njëherë i thash dikujt, një ministri, njëherë para shumë vitesh, që më tha, ja, të përfaqësosh Vlorën e këtë. Okej. Unë sot dal dhe i premtoj njerëzve çfarë do t'u jap. Çfarë mund t'u jap unë atyre nëse nuk ka baza ekonomike apo nuk ka asgjë, sepse në atë kohë nuk kishte, ekonomikisht nuk kishte asgjë. Çfarë do t'u jepja unë? Pra unë do të rria 4 apo 5 vjet aty në pushtet dhe pastaj do të bridhja rrugëve si një lypsar, sepse askush nuk do më donte më. Nuk do të kishte askush respekt, sepse nuk do ta zbatoja atë program. Pra s'kisha çfarë t'u jepja. Kështu që unë gjën e parë që u thash, dua kaq pika. 1, 2, 3 e ishin 7 pika. Në këto 7 pika thash, dua secilën nga këto thash që të kem të paktën 80% garanci. Sepse në këtë rast 50% do t'ja jepja popullit, nëse i garantuar. Sepse kjo është garancia, nuk është 100% garancia. Dhe po ata më thanë, jo, s'ka garanci. Fare, jo vetëm jo 80, po as 50 as 10%. Pra, në qoftë se ky nuk e zbaton, ky që nesër do iki.
pra mamdani. Por edhe nëse e zbaton, ai prap nuk ka si të mbledhi të ardhura për të mbajtur New Yorkun, sepse New Yorku ka miliona banor. Pra, këto janë disa të vërteta të fundit dhe që duhet të dini, por kryesisht unë mendoj që, sepse lexova dhe disa komente në anglisht, ku një pjesë e madhe e shqiptarëve e kanë votuar. Pikërisht pra sepse ai është bazuar në emigracionin. Janë të gjithë emigrant ata që e kanë votuar. Edhe po ta shikoni në fitoren që ai bëri, kur dha konferencën, duket sikur ka ardhur nga një planet tjetër, sepse të gjithë emigrantët tani e tutje do bëjmë çfarë do bësh. Çfarë do bësh? Nuk është se do shpikësh ti, nuk shpik do të asgjë. Këto janë të dhënat, ky është populli, këto janë ato të ardhur dhe këto janë ato që do japësh. Dhe ti nëse del jashtë këtij programi, ti nuk jeton dot shumë gjatë në atë pozicion që ti të kanë dhënë. Unë pres komentet tuaja sepse padyshim mes jush ka edhe ekspert, çfarë mendimi keni dhe nëse keni lexuar lajmet e fundit. Ditë të mbar dhe sukses e Shqipe, kudo që t'jeni. I dua fort.